Zbuloni historinë e pabesueshme të Aishës, Allahu qoftë i kënaqur me të, grua së dashur të profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Ajo nuk ishte vetëm një shoqe, ajo ishte një figurë e shuar e dijes në Islamin e hershëm. Intelekti i saj shkëlqente fort. Aisha transmetoi mbi 2.200 hadithe, duke ruajtur mësime jetësore për breza. Urtësia e saj ishte aq e respektuar saqë edhe shokët meshkuj më të vjetër kërkonin njohuritë dhe vendimet e saj. Ajo ishte një burim kryesor i ligjit dhe traditës islame. Ajo qëndron si një shembull i fuqishëm i intelektit, mençurisë dhe leadershipit femëror në historinë islame. Aisha dëshmon se kërkimi i dijes është një rrugë fisnike për të gjithë, pavarësisht nga gjinia. Reflektoni mbi kontributin e jashtëzakonshëm të Aishës dhe frymëzohuni nga përkushtimi i saj ndaj të nxënit dhe mësimdhënies. Eksploroni më tej jetën e saj dhe shikoni se si trashëgimia e saj vazhdon të ndriçojë rrugën për studiuesit dhe besimtarët sot. Lejoni që shembulli i saj t'ju motivojë në kërkimin tuaj të dijes.